Investimi është 3.8 milion. 4 milion me rruga, me gjithë, me toka, me gjithë. Ja ke nisë me ndërtu një spital, shihet do me thonë kë objekt ty t'ka met për gjysë. Çdo qeveri që ka ardhur të premtu që do ta qesin asfaltin dhe këtu. Jo vetëm kjo objekt, po i kam edhe 8 shtëpia të Gurit, e kam muze, kam restoran, gjithat më ka blloku vetëm nga inati. Gazmen Muhaxhiri, kom harxhit qindra mijë euro, 6 kilometra, kom hap rrugën, i kom bler rrugë me financat mia, por këto je antari partisë tënë, je shërptori tënë, se ki problem. Asnjë musafir, asnjë vizitor nuk më vjen ka ki rrugës. Unë si kom pas 4 milion për njëherë, po nga pak, a kupton? Por do me thonë rreth 4 milion këtu. Përshëndetje miq të mi dashur, për me laureatës edhe prej bjeshve më të bukura, bjeshkët e Rrugovës. Kena orë me taku Besnik Lajqin, i cili është banor i vetëm këtu mes fshatit Drelaj edhe Malaj. Jeton do më thoj vetëm me qenë të tij. Ka investu miliona euro, saktësisht rreth 4 milion euro këtu në Rrugovë. Edhe për shkak të asfaltimit rrugës, mungesës së asfaltit, ka mbet pa elshu, do me thonë villa që i ka ndërtu këtu spitalin, që kina me po tash të bashkë me Besnikun, edhe këto investime i kanë met, pe thonë kështu vjerë, e për ma shumë hajde shkojna ta takojna Axhen Besnik edhe të na fol pak ma shumë për jetën këtu edhe a ka ndryshu në sen, apo është situata e njëjtë. Këtu jena saktësisht në shtëpinë e tij, edhe një vend super i bukur me një natyrë piktoreske. O, Axha Besnik! A e lodha, do mysafir ajo? Mirë se ju gjetëm. Që, Axha Besnik, qështë kam ty, a je mirë? Ja që tu në bjesh që tu, zga të zotë. Në vendin ma të bukur në botë. Faleminderit. Për bjeshtë të Rrugovës, kështu që një vend shumë i mirë. Që halo kena borën aty. Halo po shihet aty, do më thonë edhe bora që su shkri enda. A mund dim liftofti? Ja, si vjetë po konë mirë, nuk po konë keq. A pat borë, dhe në qëfar periude pat? Po pat, her pas here. Këtu po të qojnë të mjellë, qaj të mjellë, Axha Besnik? Këtu i kom 2 kopshti edhe një atje shofim tash, kom mjellë kepe, hudra e karota sene. Këtu ku mjellë zele, lakna, speca, paltizona, këtu zele përpite, tash ko me mjellë tranguj, ko me mjellë pjepen, bostan, konguj, krejt bohën. Krejt, do me thonë bohën, gjithë bohën. Vendosë një mjellë, ti the që edhe spanaqa që është? Po, zele, po, përpite. A i pëjmë seku ajo? Jo, ato jenë tjera, ato të jenë, po. E këtu do me thonë këtu, po se në kozhinier i vjetër, e kështu që kur të veni mas 1-2 mujve, prap keni me pasë. Po, këtu thojnë nuk bëhet, gjithë shka bëhet, veç dohet punë. Po, a është ai keq kuptimi që thojnë Rrugovë nuk bëhen këtu? Krejt bëhen, veç do të miluj durt. Axha Besnik, hajde pro vazhdo. Faleminderes, mirë se një ardhë. Axha Besnik, ku jem këtu momente? Këtu në moment jena fshatin Malaj. Fshati Malaj, këtu është një vend shumë i mirë, i cila shifën 5 bjeshtë e Rrugovës, atje hajla, atje është turpeq i vogël, e shef atje mrapa e në bjeshtë e Lomardhit, është Prevara, këtu e në Gjollat, pastaj leqenati Drelajve, leqenati i Kuqishtës, liqani i Kuqishtës, to që atje, maja Qakorrit, e krejt, në më thonë, i vetëmi vend në Rrugovë që ka hapësin më të madhe që shifët të që këtë vend. Këtë vend basti ja ke nisë me ndërtu një spital për njerëzit që kanë probleme me astmë. Edhe që shposhihet do me thonë kë objekt ty t'ka met për gjysë. Cila është arsyeja pse ti ke investu kaq shumë pare
edhe nështë halo nuk është gati me ullshu ky spital që e ke ndërtu. Edhe kur e ke ndërtu? Mire të ceke ti, kë nona ime ka punu në spital të mushnive, edhe e gjithmonë, kur shkojsha non të puna non, si shish ata thmit, ata njerë që vujshin pe mushnive, pe arit jo të pastër, e kështu që nga jo ko me ndu gjithmonë që ta ndërtoj një lloj spitali t'il për ata njerëz të cilët vuajnë nga frimarja, vuajnë nga moshni. Kështu që më ka ardhur ideja nga kur kom qenë fëmijë. Pastaj me kalimin e kohës, unë e bleva këtë tokë. Do më thaj ke blej? Po, edhe kom ndërtu, do më thonë vitin 2007-2006 ashtu prapësisht. Edhe mrena vitit kjo u ndërtu dhe duke çdo qeveri që ka të premtu që do ta qesin asfaltin deri këtu. Por asnjëna qeveri kush ka ardhur, qeveri komunale apo kështu nuk ka. Do të thonë ato premtime që ne kanë dhënë asnjëri nuk e ka realizuar. Kështu që objekti ka pa ndërtu me mëshirë të fatit, sepse mungesa e një rrugë. Se sot njerëzit kanë bo makinat mira, standarde dhe askush nuk shkon aty kur s'është asfalt. Te llogarit ishe këtu bjesh këtu, isha të bjesh këtu atje, të gjitha atje kanë asfalt. Që gjitha këtu e kanë asfaltin, deri në derë të shtëpisë. Kurse mu më kanë ashkollu, do më thonë që 12 vjet, 13 vjet kryetari i pejes më ka premtuar disa ata njerëz tjerë, por do më thonë nuk e kanë realizuar premtimin, sepse unë me thonë drejtën nuk kom qejf për më bo shërptori askujna. Unë jë veç shërptori i advert. Kështu që kena pas ca mosmarrveshje, edhe kështu që nga inati, nga xhelozia, me kështu edhe më kanë lënë. Jo vetëm ky objekt, po i kam edhe 8 shtëpia të Gurit, e kam muze, kam restoran me flajt, gjithat më ka blloku vetëm nga inati, asgjë tjetër. Agja besnik na i na orë, do më thonë muajin tetor ose tetor, nëse s'gaboj, edhe të kena vizitu ty, edhe gjendja ka qenë e njëjtë. Ke bo protesta, e di që e ke bo edhe një lloj marshimi, do me thonë prej Rrugovës deri në qytetin e Pejës bashkë me një skelet mbi shtëpinë, edhe me zinxhir, cili ka qenë, do me thonë, me zinxhir i lidhun, cili ka qenë qëllimi i asaj proteste që te ke bo para disa muajsh. Qëllimi i asaj proteste ka qenë se qeveria komunale, nga zmen muaj që jeri me njerëz të vetë më kanë lidhë. Nuk më kanë lidhë dhe më kanë lidhë që do me thonë ata nuk më asfaltojnë rrugën, nuk më rregullojnë rrugës kur tjertë. Do më thotë unë jam i lidhën, s'moj, ju e patë me ardhju në intervjist do të marrë tef atje të asfalti largë për më marrë kështu. Që do me thonë unë jam i lidhën, asë një musafir, asë një vizitor nuk më vjen, sepse jo vjen këtë shkaki rrugës. Dhe pastaj skeleti është ka mbet skelet sikur ky objekt. Do më thonë se skeleti ka qenë si simbol i objektit, po. Që të ka mbet gjysmë për shkak një rrugë. Për shkak një rrugë, do më thonë ata njerëz të cilët nuk kanë probleme me frimarje, do më thonë ata njerëz shumica nga jo smundje me kalimin e kohës mbesin si skelet. Kështu që ka qenë që ajo simboli dhe ata Rrugovën e kanë bo skelet. E po thu batë që Gazmend Muhaxhiri, kryetari i Pejës, ka gjona inate personale me ty, për shkak se veç ti ke mbetë se krejt ato bjeshtë dhe krejt villat e resort të qena për Rrugovë, i është dërgu asfaltin është ta, edhe ti që sa vite e ke hapë dhe me tha dhe rrugën që e po në ka erdhem, edhe po besi ka me po dhe audienca, sa kilometra është e pa asfaltume dhe duhet asfalt? Dhe gjotë deri këtu i bjen 3 kilometra, po 3 kilometra i bjen asfalt, pastaj në disa shtëpia këtu, që kalojnë këtu, pastaj është e vetë një rrugë që e lidh fshatin Drelaj me fshatin Malaj.
Se fshati Malaj nuk është I lidh me asnjë fshat tjetër. Do thot une kom harxhit qindra mijë euro 6 kilometra e kom hap rrugën, I kom bler rrugët, I kom hap me financat mia me lidh dy fshatra, Drelaj dhe Malaj. Por këto, siç e dim, je antari partisë tëne, je shërptori tëne, jo jep diçka mito se ki problem. Une ju kom thonë se une jam luftar lirie. Jo marrë nga Danimarka, kom lonë familjen, kom lonë fëmijën, kom lonë fëmijët e mi se kanë ditë 2 javë dita e në gjallë. Kështu që unë jam luftar lirie, unë nuk I jepi mito, edhe nuk bëna shërptori askuj, sepse është me ligje ndalume me jep mito t'i. Kështu që aje ka për obligim kë dhe agronikë që punon në komunë. Kanë ardhe këtu, e kanë po dhe kanë shku. Do më thonë, si që dim, Gazmen Muhaxheri nuk I ka qef njerëz të cilët kanë luftu për këtë vend dhe janë njerëz të UÇK-s, do më thonë. So ke investu këtu, Agja Besnik? Këtu, Une, intervjistën e kalon me kom thonë 1 milioner, po ato janë konë halo ma shumë po, vlera e sodit, investimi është 3.8 milion. Do më thonë për 4 milioner. 4 milion me rruga, me gjithë, me toka, me gjithë që janë investu. Une plus edhe fshatin, aty me fshatin Drelaj e kom lidh dejtë e xhamia atje. Pastaj, këtu e kom lidh edhe me fshatin Malaj, pe shtëpia aty. Të gjithë rrugë që në hapë, rreth 10 kilometrave, une I kom hapë me financat mia, me paret mia. Pa ndimin e kërkuj keq absolutikisht se kom marr 1 cent pe kërkuj. As 1 cent, 4 milion euro ke punu gjithë jetën. Ton jetën, kena punu, Ato 4 milion euro kanë me vjerë. Unë si kom pas 4 milion për njëherë, po nga pak, a kupton? Por, do me thonë, rreth 4 milion, këtu është tërp, është gjënaf që shtojnë, që kjo objekt që është I nevojshme me ngel I till, do me thonë, mshirën e natyres, që kena nevoj sot fëmijët tonë vujnë nga astma, vujnë nga mushkrit, kështu që ja, ku ka ngel. Ka vite, ka 4-5 vite që s'kom hyp këtu se po më vjen tërp për këti objekte me hyp këtu natë. Baca Besnik, këtë flamur kena me vendus, po, këtu ka qenë gjithmonë, edhe do me thonë, është flamur, po, hade edhe të së qërën, na gjithmonë vajzat kanë qenë luftare, kanë qenë trimresha, kështu që do t'a vendojmë se bashku, do t'a vendosim që t'jetë ta kish dhe ti një kujtim e këti vendit, kështu, ja këtu, bashkë me Agjën Besnik, që ka qenë kontribute dhe pjesëmarrësi luftës së ushtrisë çlirimtare, kemi vendos në Bjesht Rrugovës flamurin e UÇK-s. Baca Besnik, edhe një pyetje pasi që jem këtu edhe bënëm ndoshta këtë akt që realisht ka shumë domethënie. Çka është UÇK-ja për ty, Baca Besnik? Për mua UÇK-ja është gjithçka. Është gjakim, është gjaku I shokëve të mi, është liria jonë, është jeta jonë. Pa UÇK-na nuk do të ishim sot kuena këtu. Ma thonë, UÇK-n, flamurin UÇK-s, luftarët të UÇK-s do të më nderu, me respektu, edhe dëshmorët të UÇK-s gjithmonë do të më nderu dhe me respektu sa ata dhanë jetën që ne që t'jena të lirë. Faleminderit, Baca Besnik, kena me vazhdu edhe në pjesë të tjera, edhe do po ju la me pamjet e flamurit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës.
qenë ti pasi? Po, Leo. Leo, halo qenë. Po, Leo, ajo Lola, ka ndru jetë, ajo Lola. Okej. Po, tash ka met Leo, Gjigje dhe Tina. E cila dashnuret pas? Po, ajo para. E pora, dashnia Po, Lola. pora. Lola jamnin që ka pos. A u mërzit e hecë? Po, mërzita. Më të vërtet unë niva këtë se 10 vite ma tepër e kom pas këtu edhe ishte pjesë e jetës. Pa marrë parasysh që është qanë kështu, po është pjesë e jetës. Normal. E për ata që se kanë gjik intervistën e kalume, Baca Besnik u bo viral me deklaratën e famshme thaja kam gjik qenëve, emrat e dashnurëve. Ish dashnurëve. Zë mos janë. E njoni qeni pas ka ndru jetë, Po, me thonë Lola, Lola, po. edhe ajo pas ka qenë dashnia por, emri dashnisë por. Po, Për ata që se dine. qashtu pak me. Bac prezentona pak me Po. këtë vend edhe një herë, se Po. kanë me shiku për herë të por këtë intervistë. Këto i thonë laknat e kolës. Ai kola ka qenë, kol mali ka qenë i cili e ka formu fshatin Malej. Kështu që qëtu është amfiteatri, Amfiteatri është Po, i Agjës Besnik, edhe është fshatin Drelaj që tash jena pe kësaj pjesë jena në Drelaj, kurse nga këtu jena në Malej. që është interesant, Agja Besnik, se shpesh u Po. kapshin njerëz, jo Drelaj, jo Po. Malaj, saktësisht ku ndohet fshati Malaj edhe Drelaj. E tash qëtu dohet, qëtu është Malej, e qëtu është Drelaj. Po. Edhe ti e pas ke shpinë kështu si në mes. Si në mes, Ti banori fshatit Malaj. Malej, po. Hajde shohim edhe pak ambientin Po, këtu. ambientin tash kopshtin tjetër se unë i ku mjell gjatë vjeshtës. Këtu perimet. Ja, nuk e dëmton që edhe këpurdha kum lidh sot në mal. Të malit janë këtu, që edhe këtu, do me thonë, këtu kept, hudrat, qëshi që këtu, salatat aty janë, salata, kështu që Për ata që thojnë që më Rrushë këtu. Zbohen këtu. gjithçka bot edhe bile bot bostoni jamëll si mjalta. A ke bona herë? Po qëshjo, vjetë kom pas boston. Agja Besnik, një vend shumë i mirë, po për ata që të kanë pyet edhe herën e kalume, çysh jetohet vet, a jetohet vet, çaj kishe thonë ti aty? Po qëre, A jetohet vet? me jetu vet nuk Me është një mirë, fshat. nuk është mirë me jetu vet, por vendosmeria e njerit, atë dhe dashuria, atë dhe thoj një fjale, atë dhe edhe thmija vladjen nga shpirtit. Njeriu për qëtu 2 sene vdes. Me bo me ta ngus atë dhe ndikush, vjen dhe jep jetën. Me bo me ta ngus dikush thmin tanë, normal njeriu dhe jep jetën për ta. Kështu që fillim me kom pas pak vështirë, po tash jem boj njëjtë. Sa vjet Agja Besnik Që jeton në bje? 15 vjet. Që 15 vjet do Që me 15 thonë vjet. jek. Po, që 15 vjet. Për ata që i intereson është edhe që thash edhe më herët se kanë ndjek edhe s'njohin Po. kështu si personazh, a ke qenë i martuar? Po, kam qenë i martuar, po kam qenë, po jas. Nuk ka funksionuar. Po është një farë virusi këtë botës, kur s'po të mërë nume kanë. Divorc, ja. Jetë aty. Edhe kjo është arsye. Po, gjithë. Po. Po qa me bo, jeta që shto tash une ushqimet i ha gjithë bio, tash dola që atje në malë, se tu hec, i mlodha që tu këpurdha, shire. Këtu e në këpurdha këtu hahen, malit, këtu janë bjeshkës. Bio, krejt, gjithë shka bio, krejt. Këtu e një farë, këtu do farë lule i kom gjetë në kërshat janë shkam, e i kom qitë që tu mi kullëm, që tu, parë njerëz di që shkëthojnë këtu. Shqip këtu në mëngjez, ka 2-3 që si fleta i ha. Shumë interesant të kjo, në mëngjez e ka një shije tjetër si limon. Kurse si të kalon dreka, e ndryshon shijen. Dhe ti do me thonë hongre lule. Po, Se më ka ndodhë edhe një intervist tjetër Po. edhe... Ja, po, nuk është një lloj
qërthojnë ilaçi, një lloj për se është kjo është. E çfarë lule është kjo Axha Besnik? Për ne s'po di shqip që s'po di që kjo është ajo. Kjo bëhet në shkam kërsh. Po, edhe ke pru. Po, kom që tash nga kjo i kom qitë këtu edhe o murë gjithë kjo këtu. A, do me thonë të pas kanë bi, qëre këtu? Po, kanë bi këtu. E qka e në benefitet e soj se... Po, qka po thoj, si pas këtu kom ledzu, thot, ta të hollot gjakin e antikanceroz e qësi. Qështë thirët, a e din? Varë në A ju nuk e e di. din. Ta pëthojnë guha plakës, e guha vjerës, a. Për di, po s'ma mërmenja që vjerat e kanë guhën që shtu me thera. E kanë guhën e omëll. Axha Besnik, këtu e pasti një lloj si depo. Po jo, kjo i hekës e gjatë dimnit i kom hek, e tash heki këtu rrim gjatë verës këtu ullën, si pushimore, po. Axha Besnik, këtu jena në restaurantin tënd, edhe amfiteatrin ato ofër që edhe këtë ka mbet kështu. Kjo është edhe muze, do më thonë muze, por do më thonë mendoj për të ardhmen një ushqim tradicional për udhëtarët edhe për artistat kur të vinë për me bënë ndonjë drama, për ndonjë teatra, për diçka kështu. Ka ngel edhe kë. Do më thonë ka ngel 8 shtëpia të Gurit, ka 2 kat. Kjo objekti këtu muze lokal, me 6 dhoma të gjumit, me gjitha, do më thonë me mobile gjitha. Amfiteatri për shes dita ditës po shkatërohet. Kështu që... Po shkatërohet për shkak se... Nuk ka do më thonë mirëmbajtje dhe do më thonë shkaku i rrugës, shkaku i saj shkatërohet një gjatë që nuk e shfrytëzon. Që shembull këtu i në gjamat. Po, alor no. Gjamat pse janë ty? Po janë thuj prej herës, prej kështu, se nuk rrin kërkush dëmtohet. Po, leon. Këto është një, këto që më thonë një farloj ode, me shumë gjana antike. Kështu, kjo është një radio që ka hy, radiot e para që ka një në Shqipëri, dhe më thonë, në vitet 20, italiane. Këtu një skulptur të cilët e kom bo, ai kolegi ju Milajm Zeka thotë, kur po fregona po hinë na kom grus. Edhe kom shos Milajmin. E kështu ja kom bo Milajmit një skulptur, mërë mi të regu. Se Milajmi jo këtu, shef. Edhe tring. Kështu i thush Milajmi, thëhet, ish kolegi ju thëj. Këtu do në thotë, kjo është një rrotë e vjetër. Këtu e në këtu zgjedhët e kive që i kanë për para. Kjo është krejt pundore. Pundore është. Më thonë gjitha. Axha Besnik, kur me ndanë me lëshu këtë? Po është me thonë drejtën tash që shjo thash për para këto problem rruga. Se njerëzit i kanë bo makinat e mira dhe nuk dojmë i dëmtu makinat. Po kështu na mbledhemi shoqënia këtu shpesh. Mbledhemi këtu, këndojmë, bisedojmë, her pas here, do më thonë që e sheh vetë. Këtu do më thonë këtu është Skënderbeu, Gjergj Kastrioti, Lahuta, Shqiponia. Po. Edhe këtu janë do gjana të vjetra, që të cilët janë, që ajo është Boroj Dardani është shumë e vjetër. Aty është. Si qirat. Kështu që këto kuzhina. Po. Po, vetë. Po, në punë dore këtu, as ka fasada, as ka kurgjonjës, dhe më thonë, është, çdo gjë është tradicionale, se është pak, është krem në najtë kë pa u shfrytzu, pa
këtu faktikisht ka marrë shumë fëmijë, ka 170.000 në vetë fëmijë, të cilët i këna pru këtu, i këna mësu mos me ra viktima e keqbërësve. Këtu dhe një dyre i kom thirë policini, cila ka ardhe i ka mësu ata fëmijët. Që për çdo rast, kur ta shojnë një dhunë apo diçka që është jashtëligjshme, me raportu. Kështu ka qenë një sukses i madh. Edhe marrë fëmijë të gjithë komuniteteve, bisedojmë, edhe gjitha feve që ta njohin fenë njëri tjetrit, mos kanë frikë ndaj fesë njëri tjetrit, kështu se çdo vjet marrë fëmijë, domethënë me shpenzime të mia, po. Agja Besnik, na diskutum shumë tema, edhe ti një njeri që ka jetu edhe jashtë në gjem që që thashe edhe më herët, edhe ka përjetu shumë sene një jetë, shumë zhgënjime, shumë gjithë shka ke përjetu. Po deshta me të pyetën e ty, qa menon ti Agja Besnik, dashnia në ditët e sotme, a ekziston a nuk ekziston? Qëre, është problem, sot ekzistojnë 4 stinët e vitit, se çdo stinë e trahton stinën tjetër. Edhe ashtu janë edhe ashtu është edhe dashnia. Po thu që ashtu është. Ashtu është. Se ti mendon dielli, aton, kur vjen vjeshta, shi. Domethënë, nuk kthehet ajo që ishte. Pastaj vjen shi, thu sa mirë, po vaditë të tokë, aq do gjë, kur bjen borë. Ha, që o bo? Ma nxuni grunin, ma nxuni misrin. Ashtu edhe dashria. Ashtu. Qashtu njëjtë. Qashtu njëjtë. E kush është fajtori, ti e tha që se cila stinë e trahton tjetrën. Kush është fajtori kryesor që na është tha, se sot po ekzistojnë ndarje, divorcet, zhgënjimet, Okej, divorcet kanë ekzistu nështë prej momentit kur ka lindë dhe martesa, krejt në rregull. Po, pse për shembull nuk janë mjaftueshëm të fort njerëzit me thonë që s'po të du ma, edhe me ndërprej, po veç tradhtojnë edhe në këtë mënyrë do me thonë dorin të stane, si pas te e çdo herë. Po këqyre, tash përpara o konë shumë mirë, e ki marrë e ki qunë shpi. E tash e ka shku vite desa e ka konsumu dashurin. Pastaj ka një fëmija e ka ebë dashurin bëjt një. Kuse tash po bashjetoj, po bëj, po kaloj, tash qka pe konsumojnë dashurin. Kur po vjen momenti me kriju familje, atërë konsumu. Edhe i shof i bojnë dasmat na për restorane, na për këtu. S'kam kur gjo kundër atyne, për para i kanë bërë dhe restoran e dasmat na për oborët shpijave. Pse? Sepse u gëzu dhe gurë të oborrit. U gëzu temeli oborrit. Kanë thonë urime u trashëgoshin në këtë shpi. Ekziston fuqia mbi natyrore që e përkra qift. Kurse sot shkojnë në restorane, bojnë aty komedit në atë restoran qa ka ndodhë, qa puna tina, krejt hajnë pinë, nesër kur shkojnë në shpi, krejt zhgënjim nuk e kanë ushqimin me hongër, në ashtë do me thonë qatë mirin që kishin prom, se kanë ditën e nesërme. Për para ju mbo dasmat një javdit, gjithmonë ka pas ushqim gjanat mira, dhurata e tjere, nërë njerëzit. Tashme qatë natë e përfundojnë, dhe me thonë mongon fjala mirë, mongon bekimi mirë, gjithat. Po kush është, qëre në Kosovë, i nina për portale, jo fame, kështu ja, ma shkaktar kryesor ma shumë janë meshkujt. Mashkujt. Se faktikisht mashkujt janë se femna pa një zër të madh nuk të thonë. Pse mendon mu bo nanë,
a di çka do thot me lind njeriu pe njeriut. Me lind njeriu pe njeriut. Kush e bën këto? Vetë femërore, femna. Edhe është me e butë, me e sinqert. Shumica moshkujve nuk janë sinqert si femna. Po du një mesazh prej teje si një mërgjimtar që ndoshta krejt ka punu krejt jetën e vetë dhe ato investime ka vendos me i sill në vendin e tij të lindjes edhe sot Axha besnik, sot Kosova po braktiset me të mëdha. A e keni mesazh për rinin që synojnë ndoshta me lëshu vendin, a është zgjidhje e duhur? A ka pore në mërgjim? Unë do edhe diçka rromet për me ta lidh, për ta bëj një shembull punën e mashkullit. Ti e kini qenë të shtëpia, edhe mana qenin mirë, i jep mish, i jep gjana, fush ky nuk shkon tjetër kënd. Por vjen dikush ja hudh një mish qelbun, apo një diçka, këto ai vetë shkon e merr erë dhe shkon do më thonë ti atëherë të zgjenjen. Qashtu janë disa mashkuj, kupton ajo. Edhe puna që unë jam dalë për mik për Kosovë pa i bo 15 vjetë. Atër ka qenë kohë tjetër, ka qenë mi vjeqari tjetër, shekulli tjetër. Sot do mi vjeqari ri, shekulli ri, ka ndryshu total. Ne jashtë, kur desh mërgot dush me pas një profesion. Një profesion që shumë i rëndësishëm për atë shtetin që e ki. Si që dim na që 40 vite, sa ma tepër, nuk u barsim që shu duft në këtë vend. Dhe vështirë me depërtu në punë. Unë i kësha thonë njëzve në dëgjo, ma mire keni këtu. Trive. Pse? Se ki problem, se ki shpinë tome, e ki ushqimin kur dush, i ki gjitha jashtë kur dalin, nuk e ka ushqimin që shenë këtu. Se ka nanën mi alo teshat. Unë i shof, vinë prej punë i gjujnë teshat, në koridor, hinë atje në banjë, latë, ka gjysore, aty kushton, çdo gjë. Kështu që këtu e ka se fanë, këtu e ka jetën, këtu e ka zhgënjehet. Ju besojnë njerëzve, ju besojnë prallave. So mësuaj me flajt dhe në drek këtu. Kërkush nuk pagun qira, s'pagun. Këtu e ka jetën gratis. Atje çdo gjë i kushton. Nuk e pagun qira në qëtë jashtë. Këtu s'ki qira. Këtu je shpit babës. Në shpit babës. Po, rreni këtu, jeni mirë, mononi, shkoni në shkollë, shokin më të mirë, keni me pas diplomën, keni me pas gjitha. Kosova po hec për para, të botë mirë. Kështu që e thëmë, rreni këtu, knaqëni, i keni shoqet shkollës, i keni shokët, gjithë e një qytetin, njef qytetin. Shkon atje, je i stru, kur je i për buzën, je i nënçmum. Mërgjëm. Po prapë, nështë për një jetë më të mirë që thamë edhe më herët po detyrohen. Po, ashtu, por do me thonë, tash bota o bojnë njëtë ku të shkojsh. Kështu ma mirë me në shpit juve. Kështu që, këtu shpija, se që deni, po, por nëni, jeni math, se une math, se kam problem. Ja, të lutëm, math, po. Në shpime Axhës besnik këtu. Qërë, nëni. Këtu e ki salonin. Po, saloni këtu. Po, kuzhina, po. Libra këtu gjitha këtu, vish, mungon dora njerit. Pse po të mungon dora njerit? Po, nuk po dojnë me jetu në bjeshk, s'dojnë me jetu në malë. Dojnë me jetu në qytet, ju ka bo shpia uk. S'dojnë si qonë me nëgjes, drejtën kafe. Edhe bo një farë, sot kërkush nuk thot hajde pije një kafe në shpitana, po hajde të hajmë një dogë shpi. Hajde shkojmë një kafe, hajde shkojmë tjetërën, në me thonë ka hup ajo dashuria ndoj njëni tjetrit. Edhe tash edhe dasmat pi bojnë na për motele, restorane, për para i kanë bojnë na për shpia se jënë gëzu dhe gurë të oborrit.
dhe temeli i kanë thonë kur ka nusja e gëzov këtë shtëpi, u gëzua dhe shtëpia e gjithë. E ka ndryshu krejt komplet, ka hup çdo sen. E kështu që ja këtu në Këtu do më thonë e kalon periudën më verë-dimër ti e këtu. Po. A është e vështirë me jetu vetë Axha Besnik? Unë e di që ti e mësu, po nashta që është tani ma i mirë dhe ma i keq ka i të jetuarit vetëm sidomos në Bjesht, nashta min 1000 metër lartësi mbi detare. Për nero pak vështirë se këtu tash nuk ka banor, jemi vetëm i banor këtu. Kojshine kam 4 kilometra, po ju mësu. Edhe gëzona kur vjen një mosafir, kur vjen dikush. Gëzohet edhe shtëpia, gëzohet edhe qarë po gëzohen. Kur po vjen dikush. Leo krejt, po, ashtu. E pak a din do me thonë, por tash që shtojnë nuk jom vetëm, jo me Zotin, jo me tash e kam internetin këtu, televiziorin këtu, dalë edhe në shkoj Shetitit, dalë qytetit 5, kështu. Axha Besnik, ti je do me thonë mërgjimtar, që ka jetu, sa vite ke jetu në Danimark? Për moshës 15 vjeqare në ikë për Kosovës, 35 vjetë kom jetu në Danimark. 35 vjetë do me thonë, afro 4 dekada i jetë Ashtu, po. I ke qua atje. A shko në herë tash në Danimark, për shkaj se djemë ti kja? Për neri kom 3 djemë, po ka që 10 vjetë në shkuiq. Si shkuiq edhe 10 vjetë, e kom shtetësin danez e krejt, po jo më lidhë me këtë vend, po më duket si më konkurë. Është popli mirë, o popli veni mirë, respekt, kom kalu jetën më të mirë tjetës time atje. Kom su gjana atje, po aty, po, e kështu është një popli mirë, një shteti mirë, po dyqysh jo më lidhë me natyrën, sa atje nuk ka bjeshk, është në nivelin detar, e kështu dyqysh këtu po më duket maknaci. Maknaci edhe ku ka ma mirë se më në tonë të Po, ashtu. Po, a mundesh me më tregu me çaj mirë kur ke qenë në Danimark? Kom kry shkolla ndryshme, kom pas lokale kështu, restorane. Me gastronomi. Po, gastronomi në mirë, po. Me gastronomi. Kështu do me thonë, super vend, super ambient, tamam kështu të thonë i bjeshkës, vend që përshtatët me krejt. Po ju kom përshtat gjana, do me thonë në jetën e kom si në qyteti, kom me gjitha shemë këtu kena problem me rryme, kom agregate rrezit automatik, me bateria, me gjitha. Nuk kom pendon kur gjo, nuk kom mongon kur gjo, po vetëm njerëzit, po gjatë verës vinë njerëzit, vizitojmë, shoqënia, shkojmë. Kupton këto vetëm problemin që zvinë shumë njerëz, shkaki rrugës jo vjen keq me më thirr, me shku për me marr atje. Që ty. Me do me thonë, ajo rrugë hala vjerë, të thëmë kështu. Hajde në vizit. Po, ajo do me thonë rruga ka ngel, ashtu nga i natët, nga gjithët, nga i natët. Po ka do me thonë ashtu nga i gjivje, edhe sa ma shumë po fleti. Po, une... Po, i nati, po, nëse kom menën se une e tregoj të vërtetën, se si që dim, në shumë rrugë të rrugohës ju më bo manipulime, ju më bo, se shambull kjo rrugë kom hapu në mbi 6 km, ta zhvina ta thujnë, jo t'i hapim 200 metra rrugë 3, e nemen të aty në 200 metrave, ata me përfitu 6 km tjerë. Po, në këto nuk e lejoj. Do me thonë nuk e lejoj, dikush ta kesh përdor buxhetin e Kosovës. Do më thonë që janë taksat e tuna, taksat e gjithëve, taksat... Ne pagujmë do më thonë energji, plot gjona tjera. Gjithët, ashtu. Edhe fatkeqësisht ty pas ka ndodhur me i thonë me ta shtru rrugën, edhe kanë thonë 200 metra ta shtrojmë, apo? Jo, kanë thonë 200 metra do të mi qelë rrugë 3, thëshën. Okej. Se adin, unë e parë që ata dojnë mi qelë 200 metra rrugë 3, e nemen 200 metrave, me përfitu 6 km që unë i kom hap vetë atë rrugë. Kur kam qenë fëmi, ka qenë qyteti vjetër i Pejes. Edhe aty kolloqim aty ku janë aty të shku për Prishtinë. Edhe ka qenë një me murë në si kështu. Edhe aty, kur ka ndarë me prish ato, kom qëllu aty. Edhe më kujtuar shumë mirë ku erdhaj skavatori Bageri e thej një mur të madh të një
ishte një ateleje. Kur e heki atë dhëvën, dul një kalavesh rrushi, kësi mozaik, me ato ngjyrat vizlluse të kaltër të atë kuqe. Po pastaj e thej edhe një tjetër, kur e heki dhëvën, dul një thamën shqiptare me 2 fëmijë tu ju jap, domethënë qumsht. Thamën, domethënë një femër aty. E kështu që, po, pani e preshen ata e unë e morra një pjesë e kom bile halo këtu atë. Pe atyshit më ka. Edhe e kom shef ato. E kom, mu i mjau të rëgbutash. E nga jo ko, qa kom po diçka antike, qa kom po. I kom ledh, pastaj mbas luftës. I kom ledh na për fshatra, na për njerëz që kanë hull, po e kom edhe një ples. Kjo është yzet i shqeqoj natën. Okej. Po, kjo i shqeqoj yzet natën. Këto do më thonë që të në këpucat që tre qunat e mi kanë verë që të këpuca, i kanë mahë, më falë. Kanë 3. Kurse që të piktur, që ta ma ka bo qunim, kur kam qenë luft, do më thonë a e ka piktur unë e këtu, sërb në përbjeshk, e aji aeroplani, do më thonë, këtu, po, e tasha e ka imaginu qësh ai në Danimark, do më thonë, kur ka qenë. E ke rubas, do më thonë, thonë, po gjitha këtu jenë fotografia protesta në Danimark, demonstrata që kom bo. Këtu kam si... Po, thmive të mi, po. E këtu, kur kam qenë i shkollë në Danimark, jam në këtu, ja. E këtu. Shumë bukur edhe, po më qenë shumë foku që i rumë dhe i dokumentarë. Po, kam edhe letra që i kam të gjitha letra që mi kanë dërgu njerëzit. I kam letra qërshë që mi kanë qu letrat, i kam një thes letra, po jo një pjesë që mi ka dërgu një shok i cili shotit, po i kam letrat këtu që në atë kohë që e shef ma ka dërgu në Danimark, por se ka shkujt emnin e vetë se u frigu mos pe marrin, po ja, do me thonë ka qenë vitit 84-85. Okej, po do më thonë prej atëhere. Po, i kam edhe shumë, që shabu këtu që ju kom dërgu, do me thonë, këtu është do me thonë që kom qu para atëherë në atë vakt. Okej. Po, që ju kom qu në atë kohë. I kam, do me thonë, e kom pas një shok. 1985, 85 pos pe Danimarke. Kjo është 600 marka atëherë. Okej, ke dërgu. Ja kom dërgu ati një mikët, një shoqit tim, se kena qenë një organizat bashk, sa mi thoqit për Jablanice, edhe ja dërgojsh ati se pate me ble një maqinë shkrimit me shkrujt pamfleta. Po i thash nuk banë se ato mjau qune dallohet maqina. Kurse unë ja u dërgova paret edhe ata e blen maqinin e shkrimit, këtu në Kosovë, edhe me të kanë shkrujt pamfleta dhe kanë shkapna për atë kohë. Ama shumë kujtimet bukra dhe do me thonë shumë vite. Po, shumë vite dhe shesh, po. Jonë ka tjera, që ko këtu... A cili nostalgji? Po, normal, ka, normal. Atyre viteve shumë të largë. Që këtu shambull, s'ka mujtë me shkujt në emnin tim, o tute ka që në emnin të një danezës, mësusës shkollëse, që shambull. E jenë letra që... Shumë interesant, Paci. Po. Edhe për ata dhe të kita dhe më interesoj në ditë në arsyeja pse i runë dhe i kitë shirë sa në... Po, është Margata është pjesë e lirisë Kosovës, është pjesë e historisë. Është pjesë e lirisë këtij venit. Deshta me të pyet, Agja Besnik, për shkak se na e kemi diskutuar në ashta këtë pjesë, po pse nuk vlerësohet mjaftueshëm kontributi i mërgjimtarëve, sidomos në periudhën e luftës së Kosovës. Për shkak se në atë kohë mërgjimtarët kanë qenë shtylla kryesore, kanë dërguar lekë edhe pse nuk vlerësohet mjaftueshëm. Këtu e në qarqet slavo-ortodokse, armisht tonë Beograd-Mosk, të cilët nuk kanë qef ata njerëz që kanë kontribuar dhe kontribuojnë me pas meritën e vetë.
kështu që ata dojnë me na nënçmu neve që na hunë, kështu që disa njerëz të cilës kanë kontribu për dhenin merita tona dojnë me marrë ata. Por historia jo si rini e do ta tregoni, do ta zbuloni të vërtetën kush ishte do më thonë motori i kësaj lirie. Margata, do më thonë, Margata ka qenë, na kena lonë çdo gjë, kena lonë veten keq, e ndarë me vdek këtu, i kena lonë aty na thonë mirë, e ndarë këtu. Por do më thonë, e nënçmojnë edhe disa njerëz të cilët do më thonë e kanë individ e caktuar, edhe ata e kanë keq përdorur, por do më thonë Margata ka venin e merituar, venin e parë, do më thonë, cilët kanë kontribu dhe kanë kontribu për lirinë e Kosovës. Me fol, po, ashtu. Pa ta, nuk ishen e mundur as liria që së dhe këzunë, edhe nuk po flasë tu veç për pjesën materiale, veç për pare që i kanë dërgu në atë kohë, po në është atë e the shumë mirë që shumë mërgjimtar, përfshirë edhe ty, i kanë loj jetën e tyre atje, ndërkohë që ata që kanë qenë prezent të në luftë nuk e kanë kopë, nështë ta shumica pushkën, po kanë ikë, ndërkohë që mërgjimtarët e kanë loj familjen edhe i kanë loj gjitha përmardh me luftu për lirinë e kësaj Kosovës. Është Agim Ramadani, shumë normal, kom pas fatit me to, kom najt me Agim Ramadanin, kena flejt një dhomë bashkë. Qështë për shumë Agim Ramadanin? Me thonë drejtën, i ka qenë njeri urt, njeri but, njeri, a kupton, i dashur kanë qenë për gjithë, ka qenë mu i 6 i 98 që kom najt me to. Po tash vjen këtë se njerëzit folin për njerëz gjithmonë që kanë vdek, aty ka qenë edhe Rustem Berisha, ka qenë njerëz të cilët kena atje. Ai ka qenë njeri i dashur, ka qenë njeri mirë, ka qenë luftari, do më thonë patriot, por që me thonë fati. Që kjo është ai specialiteti i rrugos. Që do më thonë hasë rrugove, vetë që unë... Ola, edhe burat, po kuzhinierat ma të mirë kush janë? Burat, po grati ka lëma si pa pagesë. Që tash edhe i qesim, tash ka dal, edhe do të djathë rrugove, bash djathë. Ja, se kam qef ju. Jo, bol keni me punu kur të boni nona. Po shknatësi me ju, burat me ju asi këto speca turshi, unë e shti turshit vetë. Po, ja, shqyqa. Nërda i speci tu. Kështu që këtu është mirë edhe me spec turshi, se leqenikit është naj djathë. Naj djathë të mirë. A ki mundësi që ta me qua atje? Ona. Edhe e venaj një farë. Qëta është batë djathë rrugove, që? Qëto dhane. E ke bleja? Jo, i kam do komarë që tu, Isuf Ademi, komarë em, qëtu i molla, i ka dhane, ka në rënë qështu, na i bjen ka ne. Edhe djathë qëtu të mirë është. I rrit njera. Ndej për pritjen Basavës. Jeni knatësia Aktivanit, këto jeni drita Aktivanit, rinia ma që keni pas fat me prit lirin. Qao, ma qëto. Qao, A me shkani herse. Na. Që, edhe qëtu, që qëtu sarvjeta i lëni që atje.
edhe urnoni ta largojmë qëtë farë lulen qëtu. Agja Besnik, faleminderit shumë, Lutem. ke shumë derë dhe knatësi edhe na bashi përshëndesim gjithë ata që e kanë shikuar këtë intervistë prej fshatit Malaj edhe Drela, që tash Drela jena, i përshëndes gjithë, janë dy fshatrat mrekullueshëm.